Një drejtues kamioni është përplasur aksidentalisht në portin e Durrësit nga një tjetër kamion. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm kur shoferi me origjinë nga Kosova po qëndronte në këmbë kur u përplas në mënyrë të papritur nga një drejtues kamioni. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se ai ka përfunduar në spital në gjendje të rëndë. Forcat e policisë kanë bërritur në vendngjarje dhe po punojnë intensivisht për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ndërkohë, një tjetër aksident ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në rrugën Vllazërimi në Durrës. Sipas informacioneve paraprake, një automjet është përmbysur nga përplasja me një mjet tjetër, ndërsa drejtuesi i mjetit është nxjerrë nga automjeti dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Durrësit. Ndërkohë, një tjetër person është nxjerrë nga automjeti me vështirësi nga forcat e policisë, të cilat kanë ndërhyrë në vendngjarje. Në vendngjarje shkuan shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur hetimet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.